Dhe pasi të më të shme 10 vjeç. Për këto, së parë do doja të kërkoja shumë falje. I nuk të vërtet. Do t'jeni të kënaqur, dini se jam e ndihar shumë gjatë. Do të pëlqej të largohesha dhe të kisha apartamentin tim. Dhe do t'ishte mrekullueshme ta dekoroja atë super lezetshëm, me gjithçka të stilit italian. Ku të bëja festa, ku të ftoja të gjithë miq që ju nuk më njihni dhe nuk më lejoni të dal me ta. Ajo që dua të them është se me të vërtetë vetëm ndihni ka tatuazhe dhe piercing, po kjo nuk e bën atë një djalë të keq. L'apartament tim do mund të flija gjithë ditën dhe të kisha një frigorifer plot makullore. Askush nuk më përdiste nëse nuk rregulloja shtratin, dhe nga e bukura, askush nuk më ndalonte të shkoja e të mia në çdo orë të ditës ose të natës do të dëshiroja.